Përshëndetje. Akshi, institucioni në varësi direkte të Edi Ramës, vijon të thellohet në skandale të rënda korruptive dhe kriminale, ndërsa ndaj tij tashmë ekziston një dosje e hapur në SPAK për një sër veprash të rënda penale. Por skandali nuk përfundon këtu. Një tjetër problematikë e rëndë lidhet me kontratat publike të Akshit me subjekte që kanë pasur pronar të lidhur me trafikun ndërkombëtar të drogës. Shoqëria Ovla System SHPK është operatori ekonomik me të cilin Akshi ka lidhur kontratën me objekt ngritja e regjistrave profesional mjekësor. Kontratë kjo, për cilën janë paguar 2.1 milion euro nga parat e shqiptarve. Një vendim i Komisionit Prokurimit Publik ndryshoi fituesin e procedurës së fundit të vitit 2026 për mirëmbajtjen e këtyre regjistrave, i cili fillimisht shpalli fitues bashkimin e operatorëve në përbërje të cilit ishte Ovla System SHPK. Një nga pronarët e kësaj shoqërie ka qenë Fabion Hysa, personi sanksionuar nga zyra e kontrollit të pasurive të huaja të Departamentit Amerikan të Thesarit dhe nga rrjeti për zbatimin e ligjit ndaj krimeve financiare në bashkëpunim me qeverinë e Meksikës. Sipas të dhënave, ky person ka shitur aksionet e tij tek pronari aktual kundrejt vlerës qesharake 60 cent ose 50 lek, çka ngre dyshime serioze se pronësia reale mund vijojë të fshihet në prapasken. Këto fakte rëndojnë më tej dyshimet për lidhjen e aferave të Akshit me individ dhe struktura të përfshira në aktivitet kriminal ndërkombëtar. Partia Demokratike i kërkon SPAK-ut të zgjerojë hetimet ndaj Akshit dhe përgjegjësive politike të Edi Ramës, duke hetuar deri në fund çdo lidhje të mundshme me kartelin famkeq të drogës Sinaloa, si dhe përdorimin e fondeve publike për interesa kriminale dhe korruptive. Faleminderit.